Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se erdhët edhe këtë pasdite në Dita me ne, si gjithmonë në DTV Media. E sot do të flasim për një temë shumë të rëndësishme, pra për shëndetin tonë dhe lidhjen mes infeksioneve po ashtu të sistemit imunitar. Pra, gjitha ato veçori dhe vogla ndoshta se ndikon kjo në përditshmërinë tonë. Për këto dhe shumë tjera, e kam nderin ta kem sot studio një specialist të fushës së infektologjisë, Visar Gashi. Përshëndetje. Përshëndetje, mirë se gjej. Mirë se keni ardhur, faleminderit që keni gjetë kohë. Faleminderit për ftesën. Çka janë infeksionet? Normalisht termi infeksion është bajegi i gjanë. Dohen në 4 pjesë, domthonë pjesën bakteriale, virale, fungale edhe mikotike, parazitare. Çdo hyrje huaj, domthonë nga këto 4 lloje kardinale të mëdha që ndohen, domethënë që bakteri, virus, myk apo parazit në kalimin e barierave tona, cilat barjera i kemi domethënë qoftë fizike, sikur është lëkura, kimike, acidi luktit, mukozat, qoftë ciljet në sistemin respirator apo në hundën e vesh, atë të kalimi këtyre barjerave edhe futja në inde apo në gjak apo në sekrecione të ndryshme quhet infeksion. Edhe çdo infeksion domoni ka ato tani karakteristikat e veta, të cilat shfaqen me atë plejadën e simptomave të tyre. Nga këto 4 lloje, cilat janë më të shpeshtat? Normalisht në praktikën e përditshme, mjekësore, qoftë mjekësinë familjare apo edhe në spitale apo terciare, na më shpesh është varësisht prej sezonave, por më shpesh në 70% të rasteve është virale, të cilat kanë mundësinë e përhapjes më të madhe për shkak të kontaktit njerëzve, grumbullimit, kohën e tonë që kemi tash ky trendi i pas luftës, fëmijët në qerdhe, ku ato sidomos është cluster quhet, ku ato kemi domethënë një frekuentim të moshave të vegjël, bëhet bartja infeksioneve virale prej fëmijës në fëmijë, mbastaj edhe përhapet nëpër familje dhe ato fillojnë të marrin. Sidomos është një vend ndoshta pak më i rrezikshëm mundem me thonë, sepse fëmijët marrin ndoshta pak më lehtë smuren këtë pjesë. Jo rrezikshëm se kanë imunitetin natyral që mbron, po për shkak kontaktit të gjatë, dhe ata janë fëmijë të cilët domethënë ende nuk kanë barriera sociale, psikologjike, futin gjithçka në gojë. Domethënë kanë atë provojën e tyre që dojnë ata të ndërtojnë. Edhe normalisht nëse një fëmijë shem rastin e lijes, ose një fëmijë vjen me grip, shkon atje dhe i përhap komplet smundjen, infeksionin, edhe mesana të bartet nëpër familje. Por normalisht i kemi edhe kategoritë të ndryshme, shtatzanat, moshuarit, ata të imunokompromituar apo të smundje të ndryshme, qoftë me kancer apo me smundje kronike, dhe ata janë të ndryshëm ndaj këtu, edhe ata janë më të pranueshëm për me marrë infeksionin dhe për me bartë infeksionin pastaj, sepse ata e zhvillojnë në tërësi infeksionin. Kurse një imunokompetent, një person i shëndoshëm, nëse takohet me virus apo bakterin, apo mykën apo çdo që tjetë, ata e luftojnë dhe ndoshta edhe ndalet mundësia e bartjes së infeksionit tek një person tjetër. Po, dhe ndoshta kalohet më lehtë sepse kemi pasur persona të cilët persona ndryshëm, pra që ndoshta një javë nuk kanë fuqi fare as më shumë, po persona të cilët në lëvizje sipër pra vazhdojnë rutinën si zakonisht, veç pak më ndoshta më ngadalë, mundem me thonë. Është një që përdorim mjek të unë shpesh për gjendjen gripoze, thotë një javë me terapi, 7 ditë pa terapi. Çdo sidomos smundjet virale, gripoze apo këto rrufa tipi sezonal, e kanë atë kohën e tyre të inkubacionit, edhe kohën e shfaqjes simptomave është zakonisht një javë ditë. Kjo çështje tash se dikush e kalon në kam, duke kryer punë të përditshme domethënë, edhe dikush që duhet me mushtri në shtrat, mund të kenë shumë faktor. Njëri që dikush mund të egzageru simptomat, dikush i vendon më shumë vëmendje vetes tina apo friksohet, se edhe frika është një lloj armiku i jonë, sidomos kur është probleme të smundjeve, që nëse friksohemi shumë fillojmë të prodhuan hormone të caktuara, të cilat domethënë egzagerojnë problemet edhe lëvizjet tensioni mund të pisësisë të madhe dhe sistemi imunitar fillon të frenohet, jo të veprojë atë sa mjaftueshëm për me luftu atë shkaktar, edhe kjo edhe ose në ndonjë imunitet problem smundjeve imunitare të lindura, atëra të kemi problem që ai person mund të pas smund shpesh ose kur vjen nana, sidomos e pyesmi
fëmija smuhet shpesh, thotë po, ka, domethënë çdo muaj ose çdo 2-3 javë me pas të mjeku. Këta me siguri kanë ndonjë problem që ende nuk është identifikuar të ta shëndetin dhe kanë ndonjë problem të sistemi imunitar që i frekuentuar shpesh me smundje. Cilat janë ato problemet e sistemit imunitar? Normalisht sistemi imunitar ndahet në 2 kategori, domethënë i lindur dhe i fituar. Sistemi imunitar gjatë zhvillimit në embrionit apo në fazat e zhvillimit të fëmijës në barkun e nanës, nëse ka shku në rregull, atëherë ai është në funksional. Por për shkaqe të ndryshme, qoftë kombinimi i qelizës vezë me spermatozoidin, smundja prindëve, domethënë qoftë babës dhe nanës, apo dhe gjatë leximit të ADN-s, sepse ne i dim që ADN-ja çdo qelizë fillon me muhap ADN-ja të bëhet njohja, leximi i ADN-s pastaj të kombinohen qeliza vezë me qelizën sperm. Atëherë çdo gabim në lexim, çdo gabim gjatë bashkimit, normal që e çon fëmijën që me lind normal, mu duk aspektin fenotipik është domethënë normal, aspekti gjenotipik mund të mëkon me gabime apo me funksion të zhvukluar apo të dëmtuar apo mungon fare një enzim, një komponent ose një lloj na quajnë atë aspekti imunitar. Domethënë lloj quhet është me për këtë kështu më thjesht për popullin është për shikues fabrikë që prodhon qeliza caktuar me limfocitet B, makrofag, neutrofile, mungojnë ato ose mungon një funksion, mungon një lidhje caktuar dhe ata domethënë janë më të prirë për infeksione. Normal janë edhe ato kategoritë më të rrezikuara të smundjeve gjenetike që mungojnë, për shembull një komplement i mungon një antitrup që nuk mund të prodhojë dhe ata kanë probleme shumë të rënda, domethënë se një flam ose një grip apo një virozë thjesht, ato e shpjen në spitalizim. Po pra kemi shumë ndoshta shembuj të ndryshëm sepse çdo person është shumë unik edhe nëse kemi edhe tash backgroundin familjar me ndonjë problem, atëherë mundet me ndiku gjithçka dhe mundet ndoshta më konë trashëguese diçka. Po kemi shembull fibrozën cistike, e cila domosdoshmë normal është pjesë e pediatrisë, ku është edhe reporti që merren me pulmologjistë me këtë problem. Këta persona domosdoshmë ju mungon domethënë komponente caktuar edhe ata vazhdimisht janë persona të spitalizuar, domosdoshmë sepse ju mungojnë ciljet për pastrimin e rrugëve respiratore edhe për shkak se ta shiko edhe sekreti e ka rolin e vet mbrojtës për neve, domethënë sepse qëllimi i sekretit qoftë luftimi me neutrofile, llojë këtyre qelizave që gëlltitin bakteriet, mundon me bë vetvrasemi duke i zbrazur ato vakuola që kanë ato për me mbytë bakteriet, krijohet qelbi, krijohet sekretet, ato tash do të më hudh jashtë përmes kollës dhe nuk ka mundësi më bë kjo derisa mungojnë ciljet apo thonë caktuar ose një fragment i caktuar i imunitetit, sepse imuniteti është kompleks, nuk është vetëm qelizat imunitare, domethënë tash është në imunitet ndikojnë lëkura, ndikojnë këto fibrit, ndikojnë sekretet e ndryshme, loti është një shembull pjesë e sistemit imunitar që mbron vazhdimisht syrin. E mungesa kujna këto kaskadë në këtyne gjërave domosdoshmë e shpin që personi me qenë më i ndyshëm, më i pranueshëm për smundja. A ndikon mënyra se si rritemi në çfarë ambientesh, rutina jonë në mënyrën se si ndoshta sa kemi aftësinë për më mbrojtë prej këtyre viruseve? Është një kohën e fundit, domosdoshmë kemi pak një mindset të gabuar, sidomos për ata prindë që mundohen me i bë pak fëmijët super të pastër, apo i ruajnë, që thonë s'me la me prekën tokë, fëmijët me pas përvojën e vet. Normal backgroundi gjenetik ka shumë rol, siç e përcaktojmë më herët, nëse prindi, nona, baba kanë probleme gjenetike ose predispozit për ata që me prodhu pasardhësme të lasha, atëherë pritet ushqishmëria e nonës gjatë shtazdanisë, stresi sajna, alkooli, duhani, këto përdoruse këtyre gjërave, këto krejt e ndihmojnë në qoftë gjenetikisht, por qoftë aspektin edhe zhvillimit të fëmijës, domethënë, kanë ndikuar në një fazë ose mundësia rrezatimit gjatë shtazdanisë, për ata domosdoshmë rrezatimet me rentgen apo çka e diun këto janë të ndaluara vetëm nëse është rasti kur jeta e nanës është më rëndësishme, atëherë po përndryshe me pas kujdes.
Më pas lindja, mënyra lindjes, shumë ka rëndësi se si lindë fëmija, lindë rrugë normale, apo me sekcio cezareja, apo me operacion që është një vetë popullat, që kjo është vetëm kur është indikacion absolut që dhe me thonë fëmija nuk ka mundësi me lindë rrugë normale, është më i madhë dhe ose indikon ginekologu, për ndryshe do të me thonë gjithë herë përparësi ekstrem të madhe lindjes me rrugë normale, pse? Për shkak se flora janë banor bakteriet tona që jetojnë me neve, komensal, që do ata e ndihmojnë njeriun me bashkëvepru dhe bashkëjetu gjatë të jetës. Dhe bebi do të me kalu në për kanalin e lindjes, për më pas kontakt me ato bakterien në kanal të lindjes që me pas një jetë më të shëndeshme në të ardhmen. Studimet të fundit po thojnë që këta fëmijë që lindin me sekcio do të me dhonë një kohë gjatë probiotik për me kompenzu qatë përvoj disa minuta të lindës në kanal ose me rrugë naturale. Pra që shohim fakt që është bërë si pak e njohur kështu edhe me operacion, si që thatë dhe ju, si që potencua dhe e potencojnë, po e preferojnë do është ta, por mënyra, do me thonë, pas operacionit, pas lindjes, duke së ndoshta është pak më vështirë, ku mundet ketë komplikime ma të rrezikshme? Nona po se po, për shkak plagës operative, po dhe fëmija po humbë nga aspekti përvojës imunologjike shumë, kurse nona të zatë lindë në mënyrë naturale, mbas 10-15 minutave ato veç këfilen, do më thonë sepse janë faktikisht është proces fiziologjik normal, nuk është diçka patologjike, po smundja është azania dhe lindja. Është edhe dhimshme, kanë matë shkencëtarët, sikur se mi thy kaq kocka, këtë trego mirë, po kjo është proces që zgjatë disa minuta po orë dhe përfundon gjithë shka dhe bebi lind normale dhe fiton përvojnë imunologjike. Pas lindjes tashtë, normalisht çdo herë përparësia është ushqimi me gji. Nëse nuk arrim apo dështojmë me ushqy fëmijën me gji, sepse në qumshtin e gjiu të nonës është shumë interesant se ato kemi tunkun antitrupa, cilat janë special të prodhuar për beben. Edhe shumë interesant qysh e kalon zoti dashurin dhe i nonës beben me puth, e kanë zbulu shkencëtarët se përqafja puthja bebes nga nona, jo nga të tujtë, dhe mos kërë shumë i volë me pas kujdes për herpes simplex, ata që dalë ndonë ato herpesin e për buzë, zgudzon kurse si me puth fëmijën e vogël, sepse imuniteti është ende i dobet, ende i pa zhvilluar dhe më të shpije në verbim të syve të bebit. Atëherë momenti që beba ka mundësi ende pa shfaq simptoma të ndonjë infeksionit dhe kur nona e përqafon bebin, vjen sinjali automatikisht përmes buzëve shkon atje, jep edhe e formon antitrupin special për bebin për sëmundjen që është duke u zhvilluar në procese sipër dhe mbron minjar bebin për qoftë ndonjë virus apo bakterie. Pastaj ushqimi i bebes kur fillon faza e dytë, nëse domon ushqimet nuk janë të shëndetshme, nuk janë apo ashtu ushqimet e procesume ose llojet e qumshtave që domon nuk janë të sigurt, atëherë ka më ndikuar që zhvillimi i imunitetit se 6 muaj e parë imuniteti quhet i papjekur, i lindur, sepse ende ky fituari është mas lindjes. Sikur që ceka domon që përfitimi i përvojë gjatë lindjes kanalit, gjatë daljes në këtë botë, atë fillojmë fitu përvoja të reja imunologjike, kurse ky linduri, ky ende është i papjekur, ka nevojë për me marrë një kohë 6 muaj së paku për me fillu me kriju me operacion të full time, me përgjithësi 24 orë. Dhe pastaj domethënë ushqimi edhe këtu tash dalim te kjo pjesa që kjo që thash nonat mundohen me mirujt tepër, mos ato jo, leni në të kenë përvojë, në të prekin, në të shtingoj, normal jo diçka të ndotur, po rrethin që kanë, objektin që kanë, në të kenë përvojën e tyre gjatë zhvillimit të tyre se ata fitojnë përvojë imunologjike për të ardhmen për me luftu organizmat qoftë bakterie, virus apo ndoshta më mbajt pastër pra rrethin, ambientin se ku më mbajt domethënë pa diçka dhe keq është për bebin, për fëmijën ose për njeriu. Kemi nevojë domethënë me dal jashtë, me lujt, të zbathur, me pas përvoja që kena pas para na më herët tash këtu kjo koha teknologjisë që vetëm rrin fëmijët e vogël rrinë nëpër telefona. Kjo është keq, aspektin psiqik pelami, po aspektin e përvojës imunologjike për më fillu me pas një jetë që ti me mbrojt, me pas një imunitet funksional të ardhmen, që kur goditesh me infeksionet ti me pas imunitetin që me të mbrojt.
Me krahasu një fëmijë ndoshta që është lind para 20 viteve, 30 viteve me tash, a kemi dallim me monitor? Pra, po është problem me nxjerr një diçka të tillë kështu, sepse duhet me pas punime shkencore. Duhet me shikuar dhënat kohës kalume dhe tash së fundi, për shkak se tash mjekësia është shumë më e zhvilluar, mundësia detektimit të sëmundjeve, analiza të ndryshme, serologjike, PCR-i, domthonë kanë dalë analiza të fuqishme që na me kohë ose shumë shpejt identifikojnë problemet. Kjo tash është në për shkak të zhvillimit të këtyre laboratorëve të fuqishme që ne identifikojmë sëmundje të caktuara në kohën më herët para 20-30 viteve nuk kanë qenë. Mirë po, përgjithësi, domethënë, kur shikohet në përgjithësi, tash qasja në shërbimet shëndetësore, kemi një rritje të jetëgjatësisë ose kualitetit të jetës, domethënë. A kemi rritje të sëmundjeve kronike, shumë sikur diabeti, sëmundjes kardiovaskular, po, janë rritje në trend, obeziteti, mbi pesha, kanceri, domethënë që vetëm në Kosovë që ka raporti para një jave, 500 raste apo i kanë treja, që është vërtet shqetësuese për mendimin tim tot, vetëm se Ministria e Shëndetësisë me pas një red flag ose një alert me rritje me pas kush problemi. A është zinxhiri i ushqimit, ekspozimi, mënyra jetës, kush problemi që rrit kaq numri i madh i këtyre sëmundjeve ato. Po në fakt sepse me vërtetë është shumë shqetësuese, sepse kemi pas ndoshta shumë raste ndoshta edhe në familje ku ka persona të cilët të rritën e tyre janë ushqyer në mënyrë ekselente, mundemi me thonë, por si papritur e ka ndodhur ajo. Këto do të holumtime shumë në quhet multidisiplinare, domethënë, nuk është vetëm se e ceka ushqimi, mund të më qenë edhe uji, mund të më qenë edhe ajri, mund të më qenë toka, mund të më qenë shumë faktorë që shpinë në shfaqjen e këtyre problemeve, po do të më bëj holumtime. Cilat janë shenjat që kemi një imunitet të dobët? Infeksionet e shpeshta, domethënë kjo është, domethënë infeksionet e shpeshta edhe zgjatja tyre. Shembull, nëse një grip, një ftofë, një rruf e cila zgjat, po supozojmë 5 ditë ose 7 ditë, te X personi 2 javë, 3 javë se në merr veten. Kjo është një shenjë, domethënë që do të më dyshuar që domon kemi një problem, edhe domon edhe të zgjatura edhe të shpeshta. Për shembull, në vit vjen nona thotë janë smuhet 5-6 herë 10 herë në vit. Kjo nuk është normale. Nëse s'kemi epidemi, nëse nuk kemi ndonjë diçka të re në komunitet apo në shtet, atëherë domon do të shikoj ky fëmijë do të më holumtu pjesë. Mas pari më shikoj domethënë aspektin që na shohmi fizik, a kemi ndaj pengesë lëkur, mos kemi ndaj plagë, e cila është në vjetër që nuk shifet ose në operacion apo një ndërhyrje që ka bos, edhe ato është porta ku e gjon vendin bakteria, virusi me hy. Nëse kjo është diçka në rregull, lip analizat normale, do të shikojnë një screen, një hemogram, një biokimi normale, me shikoj funksionin e veshka, funksionin e mëlçisë, funksionin e palcës, funksionin një pasqyrë të përgjithshme. Nëse këto gjithçka është në rregull, të merren streshot, qoftë krykës, qoftë hunës, qoftë urinës, gjaku për këto tjerat analiza dhe shikohet të ketë një ide. Nëse ende nuk mbrim këtu, atëherë do bëhet holumtime me subspecializuara, domethënë këtë rast gjenetike në pediatri, për me shikuar edhe komponentën gjenetike, mos kemi një mungesë, por çdo herë domethënë shpesh gjatë rimarrja vetës nga dole, domethënë atëherë do të më zgjoj një alert të prindit që do të pak më seriozisht më marrë. Po ka ndodhur shembull që fëmia thotë valla më shumë kohën me shkurje të hundëve autën. Fëmia kanë ato. Po jemi të folë një fëmijë i cili do të mushtri, ka temperaturë vazhdimisht, do të 3-4 herë në ditë, shpesh smuhet, zgjatet shumë, atëherë do të vërtet me lymdimin e mjekut. Sa është i rrezikshëm përdorimi i antibiotikëve? Antibiotikët më kujtohet në farmakologji kur e patëm mësu fillim të ligjatës parë, dallimi mes helmit dhe barit, ka qenë kështu, është sikur një fije perit. Pse? Sepse njëti bar mund të më kthy në helm, po dhe njëti helm në dozat të kontrolluara kthehet në ilaç apo në shërim. Do të kemi kujdes për shikues që të bëjmë të qartë se antibiotiku
sa ka vetit e veta të mira, e ka dhe një listë shumë të gjatë të veprime apo efekte avancore të quhet, të cilat ne i dim se kur del një bar i ri në treg, pas se me dalë në treg janë 4 faza, dhe më faza eksperimentale. Faza e dytë është faza ku testohet në shtazë, faza e tretë në vullnetar apo të sëmurë që participojnë, edhe faza 4 kur del në treg dhe fillohet të prap monitorohet në treg. Nuk lihet kurse si një bari kështu pa monitoru. E tash gjatë tyne fazave të zhvillimit të një antibiotikut shikohen efektet anësore. A ka alergji, a ka vjellje, mundim, kujdi, është mëria e këtyne fare efekteve, edhe ato regjistrohen. Po dhe nëse mas 10-15 viteve, del që X antibiotiku përshfaq këtë 2, 3, 4, 5 pacienta po vinë me këto simptoma, jenë konë duke përdorë këtë lloj, atë edhe ai duhet më regjistru si efekt anësor. Nuk po kam plan me friksu askën, do më thonë, që mësë përdor antibiotik. Po antibiotiku do të përdor ose tjetën rezorti funit, është mundësia funit, kur vërtet ja kemi dhonë shansën imunitetit, ja kemi dhonë shansën organizmit tonë, me luftu përmes mekanizmave të vetë mbrojtës, është temperatura, është kolla, është djersitja, imunitetit, qelizat tona imunitare nuk kanë kryer punë, atëherë të merret masat të vizitohet mjeku dhe të përdoret antibiotiku. Përndryshe, vetë mjekimi, blerja antibiotikëve në mënyrë të pakontrolluar apo banatore, po pa recetë, atëherë vërtet unë qëndroj fuqishëm kundër kësaj trendit apo veprimeve se këto janë faktikisht se organizmin tip e dëmton. Ndoshta ka infekcion viral e të përdor antibiotik. Edhe duhet llogarit një gjë që antibiotiku është imunomodulator. Ndikon në imunitetin tonë. Organizmi jonë përgjithësi, po dhe të këtë gjallësave që ka janë në tokë, momenti që ti i ndihmon, ai fillon të bëhet pak dembel. Në këtë rast antibiotiku. Nëse të tipi qënë, sikur shamë thonë, ushtri, ndim, edhe tash qelizat tona e marrin pak me relaks. Se po na bjen ky tonkon antibiotik edhe na jemi chill. Po kur të vjen infeksioni tani i rënd, e gjën imunitetin tonë ose qelizat tona të papërgatitura për me luftu sëmundjen. Prandaj antibiotiku duhet gjithsesi strikt të merret vetëm me rekomandim të mjekut dhe me recetë. Kishte përmendëm që do të lëmi forcat tona, pra ushtrinë tonë natyrale për me sulmu ndoshta këto infeksione. Definitivisht, po. Por kur është momenti që ndoshta mbaron kjo periudhë dhe kur duhet të synohet trajtimi mjekësor? Normalisht, perëndim që neve po na mungojnë këtu përcjellja me pas databazat, me pas donat, që se pare me telefon me thirr mjekun familjar, secili person me pas mjekun familjar të tina, që në i regjistrum, jo me ndru mjek, se probleme për kena fenomenin që hyn një pacient të një mjek e shkon të tjetër, ato vish ndruan, ndryshohet terapia, bëhet ato një mishmash që nuk mund të mira kush në fije ma që ka përdor pacienti, të ketë një mjek familjar që dhe ma aje përcjell gjendjen fillestare. Shumë me një telefonat thjesht, në fillim, sikur se perëndim që kemi dikon jashtë dhe ne kemi na tregojnë që me telefon njerë, termini ose rekomandimet, qaj, kur e kif shumë ftofjen ose simptomat të lehta, një temperaturë lehtë, një koll pa sekret, një dhimbje fytit, një dhimbje kokës, thotë, okay, bëne këtë, eventualisht një parastamol nëse mbi kaq temperatura hyp, po jo çdo temperaturë që hyp që ngritet, do të thonë nonat janë përveç helikopter, edhe janë overprotective ose të supermbrojtës, po që mundohet me një afiz vetëm jo. Temperatura është mekanizëm mbrojtës. Rritja e temperaturës që ka dy efekte të bakterit, sidomos të virus, sepse jeta në përgjithësi në tokë në zhvillohet në 37 gradë. Përafërsisht ashtu sa kemi na 36 plus minus 37, 37.5. Këtu jeta e gjithçkafit. Mirë po, në moment që ngrihet temperatura 38, çka është qëllimi i organizmit tonë? Mi bë pa favor, nëse mi bë favor bakterisë dhe virusit që na ka hyrë në trup, to mos më lëmë u zhvillu, mu rrit. Nikosisht ka ndikon efekti i dytë i temperaturës është sepse qelizat tona imunitare ja përshpejton me disa herë shpejtësinë për me mbrim më shpejt e vendin ngjarjes.
edhe mu marrë metodë, më tonë. Qoftë që se quva me gëlltitje, kjo është një në lojë këtyne në qizave, ose nësë është me virale, shkojnë qilizat limfocitit C T ose B, që shkojnë edhe prek, merë lajmin me qëfar patogjeni kemi, qënë informatat atje, prodhoj këtë antitrop, ose prodhoj këtë lojë të qilizave edhe me godit smundjen edhe për me luftu deri në fund. Andaj do më thonë këto, do të më dhonë shans imunitetit, dhe vetë është kur është në atëherë kur së me në gjohë temperatura, së të thmi me pas kujdes se një temperaturë që la ngritet rrët 9-40, apo më shumë rrezikush për konvulzione. Do thonë që fëmijë të ketë goditje për shkak temperaturës në tru, edhe kjo është tani baje givon, ose kolla e thatë, që ka fillu më bë me sekret, nuk më fëmija me marë frym, ka probleme, ose një problem që fëmija është i plak, është po flen shumë. Këtu e do alerte që edhe nona si instinkt e ka din fëmijën e vetë që tash nuk o mirë. Për të rriturin, me të rriturin shumë ma letë, sepse i rrituri i ka, është, do më shme komuniku, më të me tregu ankesat e veta, dhe kjo me mendoj që me qenë arsyet që jo për, që të thëmë, me shku të mjeku për gjithë shka. Për një dhimbje të vogël, për një ftofje të letë, me shku jo, se jam kundra ose po bëj fushat, po vërtet do të me dhonë shansë imunitetit unë, të përgatit, sepse imunitetit unë është vazhdimisht evolon, çdo ditë, çdo minutë, çdo sekond, se ata vazhdimisht punojnë, sepse ne jemi të rrethuar me baktere të ndryshme, edhe ata mojnë përvojën e marrin ty në bazat ditore, por me dhonë shansë imunitetit unë që të zhvillohet, organizmi unë që të luftoj, të forcohet të në kohën, se neve na vynë edhe për kohën kur plakëmi, me nuk këtë fazë, edhe jo me shku me një herë të mjeku, me lyp barna, mi bë person mjeku që shkrum vari, shkrum antibiotik, se kam nevojë, le ta kryjm punën e vet nëse ti vërtet e shet që ke nevojë për ndihmën mjekësore. Pra monitorimi i imunitetit, i gjendjes, gripoze, mundem me thonë, është ajo kyçja sidomos tek fëmijët. 70% të rasteve të një gjendje gripoze fëmijët është virale. Ose është dhimbje fytyrë ose dhimbje veshit. Dhe kjo normalisht kalon me paracetamol ose me brufen. Brufen është më i mirë se paracetamol për shkak se ka dhe komponente analgetike, përveç antipyretike në uljen e temperaturës dhe njëkohësisht qetësimin e dhimbjes. Mirë po thash domosdoshmë vetëm pa nga aspekti i përkatësimit. Nuk pikalon, temperatura duhet më qetësu, ankesa duhet më qetësu nëse ti përdor një antipyretik apo një analgetik. Prap me dozat caktume, jo me tepru, se shumë paracetamoli është njëri prej shkaktarëve të hepatiteve ose toksicitetit të melçisë. Nëse dalin hepatitet në 4 kategori, hepatitet virale, alkoolike, hyn miner edhe toksike prej paracetamoli, është endome. Pra ata dhe me paracetamol me pas kujdes mos me abuzu shumë. Edhe definitivisht nuk kalon ndihma mjekësore, kalon gjendja gripoze, sepse 70% në literaturë shkuntat që janë virale, nuk ka nevojë për antibiotik. Vitamina, çaj, mjalt, limon, këto e. Si rekomandoni ju që një person i caktuar është mira më e shëndetshme dhe natyrale për me forcu imunitetin? Ushqimi i shëndetshëm. Belen në një rast kur e pash çuditi pash një video në gjuhën angleze, kujtohet tash personi, po thot ushqimin që e përdormi në bazat trajtimin apo barnat që i marrmi në baza ditore, tash çfarë ka thot? Thash ushqimi, basane kur e mendova, vërtet ushqimi është një lloj ilaçi që e marrmi në baza ditore, që mund të më konë i dobishëm për ne apo i dëmshëm. Studimet e fundit domethënë tregojnë se limfocitet T, njëri prej ushtrisë tonë që na mbrojnë, ato shkojnë dhe në zor dhe trajnohen për çfarë lloj ushqimi ne marrim. Për ata duhet pas kujdes çka po konsumojnë, çka po vendosim në sistem, sepse për llojit ushqimit që ne kemi konsumu, edhe ka më konë përgjigja e ushtrisë tonë mbrana domethënë. Nëse marrim ushqim të shëndetshëm,
ato do të mësohen për ushqimit të shëndetshëm, nuk se problemin e kena të alergjit. Edhe këto sëmundjet autoimune që po së fundi janë në rritje dhe këtu, mendoj që është për shkak kombinimit të ushqimeve dhe përdorimi i ushqimeve të procesuar. Tash mos së fundi në Amerikë me ardhin e këtij në krye të shëndetësisë, domethënë Kennedy, ku ka filluar me bënde ushqime jashtëzakonisht të mëdha, domethënë. Process food, ushqimin e procesuar ka hjek gati krejt, e ka kthy komplet mbrapa atë piramiden e famshme që ka qenë, domethënë tash që me e para është mishi, ndyrat, domethënë boteri, ma vonë vijnë këto tjerat. Mendoj që domethënë definitivisht organizmi thon ato që ki nevojë edhe të shëndetshëm. Jo artificial, jo kimikale, me këto e forcojna. Me vitamina, se u bën një farë trendi me përdor vitamina, unë mendoj që vitaminat janë esenciale që i marrim nëpërmes ushqimeve, nëse janë të varfëra vitaminat apo jetojmë në një vend ose e kemi mësuar në fakultet, marinarët, mamati kur kanë udhëtuar në kohë, disa është zbulu kjo skrobuti, mungesa vitaminës C. Tash në restorante ta qesin kur e merr një peshk, ta qet një copë limon ato për është ma shumë tradit, po jo, se na e marrim vitaminë C në bazë aditore, po kur jesha më dhe për vendet caktume, ose mungon një element caktum që neve na shtin në hipovitaminos, po suplemente, po për ndryshe suplement kështu vetëm se tash është banatorja, është X dyqani që jep këtu, bën reklamat të ndryshme, mendoj që nuk ja vlen shumë e përdor shumë vitamina me ngarku sistemin. Se janë dy lloj vitaminave, janë vitaminat hidrosolubile dhe liposolubile. Me liposolubile apo të treshme në ndyra ka rrezik me mbi ngarku dhe mu toksiku ose mu helmu me ato vitamina. Këto hidrosolubile do të treshme në ujë, vitamina C dhe këto B-ja, A-ja, këto më sot të përdosh ato do t'i hudhësh jashtë. Ndoshta nuk përthithen, nëse nuk kemi nevojë. Përthithen dalin, ideja është të me pas kualitet. Po. Sasi të nevojshme, sepse zorët tona, në fundit, kanë me thithë sa ju duhet, jo ti sa e vendos në sistem brenda. Po. Pra, një gjë goxha interesante, kështu që normalisht konsultim me mjekun, mund në bazë të analizave, ndoshta që do të më bu, po besoj çdo 6 muaj të paktën, ose çdo 1 vjet, por me ndryshim të stinëve, kështu, është mirë me pa gjendjen tonë. Po, të fundi shumë vitamina D po vrehet tek shumica e njerëzve që është e ulët. Shumë vitaminën C na shënojnë në infektiv, të smun infektive, sepse jo direkt, vitamina C ka efektin e hekurit, domethënë për me lidhje, sepse hekuri shpenzohet shumë kur është lufta me infeksione, që bakteriore apo virale. Edhe ne japim vitaminën C për me fuqizu me lidh hekurin që na me absorbu hekurin ma lehtë, ma mirë për ushqimet që i marrim që më ndërtu brenda sistemit tonë, hemoglobina mos me ra në anemi edhe me luftuar infeksionin. Për ndryshe shumë vitaminë C me përdor, si me thonë kështu për qef, nuk shumë rekomanduna. Po, kemi edhe atë bindjen që këto vitaminat edhe na shtojnë kështu reksen, është kjo vërtet? Është fenomen që kemi vrejt, po me thonë drejt, në kështu për punime shkencore nuk kom has diçka. Nuk do të thotë që s'ka, mirë po, çdo herë nona thonë kur pija multivitamin, po, shtohet të reksi për me hangur ushqim. Atëherë, faleminderit shumë që ishte sot në studio, dhe na datë shumë këshilla të mira, dhe na tregove në fakt se si është realiteti, pra. Faleminderit për ftesën, shpresojmë që këto do të shkojnë në informatat në vendin e duhur. Patjetër. Dashur shikues, kaq kishim për sot, mos harroni të riktheheni nga hëna në të premten nga ora 17 dhe deri në takimin e radhës, mirupafshim.